Atëherë, shumë faleminderit njëherë për ftesën. Konferenca ishte shumë e bukur. Fjalimet e antarëve që ishin tulur në tavolinën kryesore më pëlqyen, janë të ndjera. Normalisht kur flasim për vuajtje lidhet me mirësinë dhe mendoj që fjala mirësi duhet përmendet më shpesh, sepse sa më shumë të përmendet, aq më shumë njerëzit besoj do ju hapet mirësia në zemrën e tyre. Jam dakord me sloganin tuaj që mirësia lidh zemrat, por shpresojmë që mirësia të lidhi njerëzit sa më shumë. Ka nevojë sot për sot që mirësia të jetë akoma dhe më madhe. Njerëzit jenë akoma më të mirë. Konferenca ishte shumë mirë, shumë faleminderit Aldo, dhe të gjithë persona pjesë e shoqata Neçat. Shumë faleminderit, e vërtetën, kjo ditë ishte për mua një gjë veçantë, se asnjëherë brenda organizat nuk ishim mirësia asnjëherë. Prandaj shumë faleminderit se kuptojnë ne se si quhet kemi kaluar një jetë shumë e vështirë dhe si quhet e vërtetën kur dërgojmë ne me njerëzi se qa jeta kemi ne janë habitur, mendon është film ose një gjë. Aq. Faleminderit shumë. Po, në këtë ditë mirësisë le të kujtojmë nënat që kanë vite pa parë fëmijët e tyre. Me zemra që rrahin në heshtje, me shpresë dhe dashuri pa kufi. Mirësi nuk është vetëm një fjalë, por vepër. Të hapim zemrat, të bashkojmë familjet dhe mos lejojmë dhimbjen të ndajë njerëzimin. Le të bëhemi zëri atyre nënave dhe dritë për fëmijët që presin, sepse mirësia është fuqi që bashkon njerëzimin. Sot ishte një organizim shumë i mirë, i mrekullueshëm. Të falenderoj ty për organizimin që bën. Për këtë djem vjen shumë keq normalisht, por uroj që shumë shpejt të arrihet qëllimi i kësaj gjëje. Kam qenë gjithmonë pjesëmarrje e kësaj shoqatës dhe nëpër konferenca kam qenë dhe edhe jemi prekur, por edhe jemi kënaqur. Por ne me mish e me shpirt duam dhe i ndihmojmë këta vëllezërit tanë dhe këta motrat tona. Dhe falenderojmë shumë organizatorin e kësaj konference, Aldon. Është njeriu më i mrekullueshëm që kemi gjetur ne dhe njeriu më të ngrohtë që ne na i përkrah. Faleminderit për ftesën, sot është dita e mirësisë, u kënaqëm nga këto që folën, si e përcaktoi shumë bukur që mirësia është me shumë e thjeshtë, që mos prishësh zemrën, t'japësh tamam njeriut një llafin e mirë, se zemrën sa shef tjetri si e ke nevojë për ndihmë, duhet ta ndihmosh, mos për çdo gjë çfarë kena mundësi në dorë, kaq sa kemi ne, duhet me i ndihmu, me thënë llafin e mirë, me organizimi ka qenë shumë i bukur, jo vetëm kësaj radhe, por gjithmonë është për t'u admiru dhe na pëlqen jashtë mase dhe të ju falenderojmë Aldo që bëhemi pjesë e këtij